të cilat ato kanë suksese, të cilat kanë influencë, pse paragjykohen, sepse kemi ende stereotipet në kulturë, ende kemi kulturën patriarkale dhe në momentin që je e zëshme ose je e suksesshme, gratë deshtëm apo s'deshtëm kanë me bo sakrificën personale, ta quja ashtu, ndaj familjes, ndaj fëmijëve, e përderisa për secilin burr që është i suksesshëm ose që është u marrë me biznes ose në çfarëdo fushë, ajo është një normë standarde. Po gruaja gjithmonë e ka një sakrificë që është e bo dikun në karrierën e saj kur të krahason me familjen. Do me thonë është ajo balanci mes jetës personale dhe të karrierës. Gratë në sport, a e ndi ti personalisht e paragjykume? Kur kom lujt, kur kom qenë aktive në sport, po. Në atë kohë, unë kom lujt me njerë mas luftës edhe kom qenë në gjimnas në një periudhë kur ekipi universitetit e ka thy barierën me njerë mas luftës, kemi qenë ekipi i parë, vendas që ka lujt në lojra ndërkombëtare. Grave. Edhe të mashkull. Në krejt sportet kemi qenë ekipi i parë që kemi lujtë ndërkombëtarisht, që i kemi thy barierat, edhe gjykimet, paragjykimet, edhe shumë sfida kemi pasun për vetin, ku pasun shkollë sfida. Me thonë, të lashë pse kom mungu në shkollë. Kime bo qezin, sa është me lukë. Kime bo qezin, në kursare një profesor ka thonë, hajde turist. Hajde turist. Hajde turist, sa pa ta shku në orë, pa të qenë një turnir, edhe ma qiti nish. Edhe deri në fund vitit më kalon panot. A ka qenë tendenca me ta ndalë karrierën? Po, tendenca ka qenë pse femën po luan basketball, është sport i mashkujve, duhesh më orientu në shkollë, do me thonë në një farë mënyrë nuk e kisha gjykimin ose paragjykimin prej shoqënisë ose prej familjes, po prej institucionet ku unë e merrsha edukimin edhe kisha me vazhdu tutje me shkollime.